Në bashkitë e Cerrikut dhe Dimalit u protestua këtë të hënë kundër hartës së re territoriale. Cerriku, bashkia e dytë më e madhe për nga popullsia në qarkun e Elbasanit, kërkon arsye pse bashkia duhet të shkrihet. Protestuesit kujtuan fjalët e kryeministrit, teksa bashkinë Cerrik e merrte si shembull të mirëqeverisjes vendore. I papesi nuk ka pes, sepse çfarë ju ka premtuar si ka mbajtur asnjëherë, po gjithmonë ka zgjuar elektoratin e tij. Sot vendosin për të ruajtur ekzistencën e qytetit të tyre, për të ruajtur qytetin e tyre, për të ruajtur bashkinë Cerrik. Na hoqi spitalin, na hoqi ujtin ja dha Elbasanit. Me thirrjet mos e prekni Dimalin u protestua sërish edhe në këtë bashki që shkrihet nëse miratohet harta e re territoriale. Sipas qytetarëve, bashkimi i saj me Beratin u vështirëson jetën dhe ekonominë. Sa kaq ka thënë publikisht dorëheqjen edhe administratori i njësisë administrative e Kutalli, Miço Rakazia.